Ne jena nga një qendër ditore që është në qytetin e Shkodrës dhe i organizojmë të aktivitete me qëllim për mu njoh me historinë e qytetit dhe sot në rastin e ditës ndërkombëtare të muzeut me një grup të ri qendrës kena ardhur me baj vizitë. Kjo është hera 2 që ne vim, kemi përzgjell një grup tjetër sepse herën tjetër kena ardhur me disa të ri tjerë. Edhe të rritë e qendrës tonë me njoh historinë e qytetit, por edhe me frekuentu qendrat kulturore të qytetit tonë. Sot kemi ardhur me të rritë e qendrës ditore bashkë me edukatoren. Është një mundësi e mirë që me i prezantu këtë aktivitet kulturor që ofron qendra këtu Marubi. Ne kemi organizuar në fakt si aktivitet duke qenë se është dita ndërkombëtare e muzeut, kështu që për këtë arsye kemi ardhur. Është një mundësi e mirë që ne kena për të pa punimet, për të pa fotografitë dhe për t'ju dhënë mundësinë edhe të rinjve të rejve të qendrës ditore për me pas njohuri rreth këtij aktiviteti kulturor që organizon Shkodra.